Dhe të trasim ne mo nesër me 5 firma ka për detyrë të trasim derja. Si është përgjigje Rama në telefon dhe do ta shty, derisa ta thotë ka dalë dhe the. Po çfarë është propozata? Ku do skandal mirë skandal politik. Wow. Që shteti është i gozhduar, narkoshteti është i gozhduar, sepse Lubi Balluku nuk jep dorëheqjen, sepse Edi Rama merr hapin e turpit, e çon gjykat kushtetuese dhe merret një vendim gjykati pa ndigjuar ndonjëherë për t'i heqë pezullimin dhe ka 10 ditë që ditë e natë falsifikon dhe modifikon provat. Unë përgëzoj vendimin e prokurorisë për të kërkuar arrestimin, heqjen e imunitetit dhe arrestimin e saj, si kusht për të mbrojtur interesin publik. Dhe tani bëhen 100 manovra që ajo të mos shkojë atje ku e ka vendin. Përkundrazi, flitet për luftë. Se del dhe linda tjetër, linda me radha. Nuk ka patur kur një situatë të tillë si kjo. Kur. Ju e pat, çfarë ndodhi dje në parlament. Dhe tani kërkojnë përjashtojnë gjysmën më shumë se gjysmën e 2/3 e deputetëve nga parlamenti. Po pse janë kështu? Sepse ai që drejton grupin parlamentar të Partisë Socialiste, ai është një kriminal, më kriminal se Suel Çela, më kriminal se Elvis Doçi dhe më kriminal se Safet Bajri. Po pse? Se ata rrinë në bodrumet e tyre, kurse ky rrinë në zyrat e qeverisë dhe i mbron ata dhe zbaton urdhrat e tyre. Ja u arreston bandat rivale për të marrë votat e tyre. Shkon liron terroristët në Shkodër që i vendosin ku mund të kishim me 10 plagosur dhe vdekur nga Tritoli nëse Tritoli nuk ishte rënë në tokë. Dhe shkon i liron ata që kanë vendosur. Dhe këto janë të gjitha dokumentuara. I akuzuar për vrasje e avokatit, i implikuar në vrasje, dhe janë djegur dokumentat me proces verbal. A e kuptoni ku jemi, mor miq? Se në çfarë kushtesh jemi? Por, megjithatë, është shumë e rëndësishme të ngrihemi në këtë betejë. Kjo është një diktaturë, ju garantoj, më e egër se e 91-shit. Më e egër se 91-shit, se 90, ato ishin në rënje formë dominoje. Kurse kjo ka lobist të stërfuqishëm. Ndërkohë, interesat e shqiptarëve shkelmohen çdo ditë. Situatë dramatike. Unë nuk kam dëgjuar ndonjëherë që në një ndërmarrje private të ketë patur 3 pegmarrje brenda 6 muajve. 3 pegmarrje.
Kjo është nërmarja, kjo është akshi, agjensia shtetërore. Agjensia shtetërore në të cilën për të fituar tenderat Kunati Edi Rams dhe për djenit të qytetarëve vetëm tenderi për përmirësimin e inteligjencës artificiale, e kuptoni apo jo, 75 milion euro. Dhe sot po japin transhin e fundit 25 milion euro. Armand Frangut, i regjistruar si njeri që përcakton çdo tender, në fakt edhe mendimin e Kunatës. Duhet i themi gjërat, në regjistrim del edhe mendimin e Kunatës. Pra, në këtë sipërmarrje, që është sipërmarrja e dytë më e buxhetuar në momentet caktuara në vend, aty për tendrat rrëmbehen 3 biznismen. Një ish-punojës dhe 2 biznismen. Dhe majnë fshehur për Geron Meshën, s'kishtë dëgjuar njeri. Erdhi nga Gjermania, se u arratisi atje dhe bëri denoncimin. Nuk ka në këtë mënyrë me këto që tregojnë. Duan të mbrojnë me çdo kusht pasuritë e tyre të krimit. 300 apartamente, thonë mediat, ka Belinda Balluku, ja çdo imagjinate. Po në qoftë se Belinda ka 300, ju garantoj që Edi Rama ka të paktën 1000. Prandaj shumë me kulla. Dhe thonë shitën kullat, po i marrë kanë qeveritarët kullat. 300 apartamenta ajo, me parat taks paguesve. 4 milion euro i kam dhanat e fundit. Direkt, shishe vere, 70 vjeçare Romane Konti, të Ergjys Agasit. Ju garantoj se as në bodrumet e prandorit japonis nuk i gjen ato ashtu. Jo. Dhe aty vinoteka e Edi Rams. Sigurisht ai. A guxojnë të ekspozojnë ajo është tjetër punë. Por kjo që them unë 4 milion euro. Shishe 70 vjeçare ver super Romane Konti. Këtu jemi. Nuk kanë asnjë kufi. Ndaj dhe shpresë e vetme është opozita. Shpresë e vetme është opozita. Ne duhet të ngrihemi me të gjithë forcën tonë si përpjekje e fundit për të rrëzuar këtë narkoshtet. Është faktur gjithçka. Është faktur farsa elektorale në mënyrën më përfundimtare. Janë faktur vjedhje dhe këto janë vetëm maja e icebergut. Janë faktur lidhjet me drogë. Një gazetë prestigjioze amerikane shkruante se disa agjensi zbulimi i kanë thënë asaj gazete se përfitues kryesor i klaneve të drogës është Edi Rama. Atëherë ne duhet të organizojmë format më të vendosura të protestës, të qëndresës, të revoltës. Të revoltës. Këta e kanë azjesuar parlamentin. S'ka parlament.
Parlamenti nuk ekziston. Ju e keni pa. Aty hyet dyet e mbyllaj, sa fillon edhe ikëm. Zgjedhje të lira. Një qeveri e cila përgatit zgjedhjet e lira është kushti gjitha kushteve për ne. Është thirrë data 22, protestat tona do të diversifikohen me greva urie, me gjitha format. Në qoftë se ne vendosim të përbushim misionin tonë, edhe ne jemi të vendosur ta përbushim. Protestat tona dhe të gjithë ne duhet kemi të qartë se me këtë regjim është jetike protesta e qëndrueshme, revolta e qëndrueshme. Ato janë format që rrëzojnë narkodiktaturat dhe diktaturat. Angazhimi sa më shumë i trive në këtë betejë të cilën opozita do ta fitojë. Shqiptarët do ta fitojnë. Kur ndonjëherë nuk kanë qenë, zotëri e thash edhe dje, edhe do ta mbyll. Enver Hoxha, që i kishte pa llogari, ja u them unë. Pa llogari. Absolutisht ta kemi shumë të qartë që gjithë korrupsioni i tij në 45 vite diktaturë, korrupsion material, kam fjalë, ekonomik, nuk them anën mizore, gjaksore të tij, po si abuzim, nuk është as gjysma, as çereku i drejtorave të bashkisë. Shko shif një hotelin ju. Ajo vile e tij nuk u regjistroi ndonjëherë në emër të tij, as të familjes tij. Jo. Ishte pronë shtetërore edhe shko shif një hotelin. 70 milion euro, 24 është hoteli drejtorit bashkisë, Jerion Veliz dhe drejtorit bashkisë. Këtu çmendam këtu. Këtu janë nuk kanë asnjë të përmbajtur. Mediat i kanë korruptuar në gjerë në palc. Dhe zbatojnë, por si mbrojnë, bëjnë avokatinë e tyre. Pra, mision. Opozita është në një mision të vërtet, në një mision që kërkon sakrifica. Dhe unë jam i bindur se janë qindra dhe mijëra shqiptarë të gatshëm për sakrifica. Faleminderit.